A mos ndoshta kjo është bërë me skenar që të rreqë vëmendje që mos të ndjekin fushatën e Edi Ramës? Të lutem. Jepi tani. Tash do mlesh mund të shpreh. Okej, 2 minuta tjera. Kjo nuk ka lidhje fare me fushatën e Edi Ramës, kjo është mrena Big Brotherit. Po njerëzit janë jashtë, shohin edhe Big Brotherin edhe fushatën e Partisë Socialiste. Dhe njerëzit tani orientuan gjithë Ke një psikologe, po flet me një diplomate që kam qenë, po i kam gjitha, i kam. Tashti, nuk ka lidhje për mu, nuk ka lidhje me atë për vota. Nuk ka lidhje. Po në geopolitik, se edhe vetë Trumpi ka reaguar. Po në geopolitik. Edhe vetë Trumpi ka reaguar për të ngjarje të pa precedent. Për mu nuk është ngjarje e madhe. Më le të flas. Nuk është ngjarje e madhe se kam pa dhe ngjarje më të tmerrshme. Kjo nuk është gjë fare, kjo për mua është një lojë.